Tani me që kam këtu dhe ti je inxhinier ndërtime profesion, unë dua të shfrytëzoj rastin që të pyes pak edhe për ndërtimet në Tiranë. Për fakti që po ndërtohet jashtëzakonisht shumë, ndërtohen kulla, ndërtohen pallate të mëdha, kudo prishin shtëpit vjetra, tradicionale, zaptohen hapësira publike, parqe, edhe gjithçka tjetër. Madje në një reportazh të Media Citizen dilte që në 4-5 vitet e ardhshme në Tiranë do ndërtohen rreth 140 kulla ose ndërtesa të larta, do të thënë mbi 12 kate, që është shumë për një qytet si Tirana. Madje Edi Rama krenohet se do të sjelli arkitektë, pra arkitekt me famë botërore për të bërë eksperimente në Shqipëri, sepse Shqipëria, na thot Edi Rama, prodhon arkitekturë më të mirë se gjithë Evropa bashkë. Tani unë kujtohet një thënie Churchilli që thoshte për Ballkanin, që Ballkani prodhon një histori më shumë se çka këvqe për të bërë. Pra fakti që në Tiranë bëhet çdo lloj eksperimenti me arkitekturën dhe me jetën e qytetit nuk është vetëm një lajm i mirë. Gjithsesi, ti je ekspert i kësaj pune, na thuaj diçka më shumë. Po pra, ajo që duhet kuptojmë në radhë parë është që si thua arkitektët si fundja çdo profesion tjetër funksionojnë brenda një tregu dhe aty ku le të themi ka dorë të lirë për të bërë çfarë të duash ti, atëherë sigurisht që duke qenë firma private, atëherë funksionojnë në këtë mënyrë, po edhe sikur donim të ndërtonim centrale bërthamore, atëherë do gje dikë privat që bën këtë si punë dhe do ndërtoheshin centrale bërthamore. Nuk është çështja, nuk është aftësi që të tërheqësh arkitektët. Arkitektët punë duan, privat janë edhe vinë dhe punojnë. Pavarësisht se kjo shitet si diçka e tillë. Tani pse nuk gjejnë terren kaq të lirë në vendet e tyre, për shembull në Holland, në Gjermani, ande nga janë? Pikërisht sepse nëpër këto vende ka plane urbanistike, të cilat sanksionojnë se çfarë ndërtesash do bëhen, ku do bëhen, çfarë kostoj dhe çfarë përfitimi fundja ka investitori për të ndërtuar këto si ndërtesa pra. Dhe në vendin ton, për hir të së vërtetës, është abuzuar historikisht, le themi që pas viteve 90 e themi, mungesa e një plani të mirëfillt urbanistik ose zbatimi i tij të paktën ka bërë që të ndërtohet kështu shkele shkolle të bëhet kjo masakra urbane në të cilën jetojnë. Megjithatë, siç e kemi dhe studiuar më parë, domethënë ka qenë pikërisht me si thua këtë fazën e kanabizimit të vendit, pra viti 2016, që lejet e ndërtimit, sidomos në Tiranë pra, kanë pasur kështu një rritje eksponenciale, si më thënë, numri leje të ndërtimit ose metra katror që jepeshin për ndërtim, pikërisht me paratë pista të krimit që shfrytëzoheshin nëpërmjet sektorit imobiliar të ndërtimit, pra për tu pastruar me pak fjalë. Kështu që në thelb fakti që kemi kaluar nga arkitekt vendas në arkitekt të huaj nuk është se bën ndonjë dallim me këtë skem. Për hir të së vërtetës bën një dallim, se cili është dallimi sipas le të themi këtyre që përflitet tashmë në tregun imobiliar shqiptar. Për çdo që do të investoj, le të themi, në mënyrë serioze për të ndërtuar një kull, le të themi, mënyra se si funksionon tashmë është që të marr lejen një kusht, le të themi, jo fort zyrtar, por i pashpallur, i kryeministrit Rama, se është pikërisht ai që jep të gjitha lejet, pra, sidomos për të ndërtuar kull është ai që jep lejet dhe asnjë tjetër. Në Shqipëri është që i thotë, shiko, që ta marrësh lejen do vesh dhe projektin e kullës do ta bësh me filan firmë holandeze. I vë gishtin ai ose filan firmë italiane. Ato që ka marrëdhënie dhe lidhje ai. Dhe projekti për ta ndërtuar atë kull mund të shkojë nga 200.000 deri në 1 milion euro. Pra shumë kështu stratosferike. Pra është një mënyrë pikërisht për të ricikluar këto parat edhe nëpërmjet firmave prestigjioze arkitekturore. Që ti vetë paguan një çmim maramendës për një projekt që shumë kollaj mund ta bënte dikush tjetër për 10 herë më pak se sa është çmimi që bëhet, dhe pra pikërisht për të dhënë një leje shtesë, sepse ai që është investitori i ka para që ka tashmë jo nga kanabizia, por nga kokaina dhe nga heroina, dhe rrjedhimisht nuk është se funksionon me një logjik tregu, pra që thotë që unë investoj kaq, po sa kohë do më duhen për të shitur dhe çfarë fitimi do nxjerr. Pavarësisht se aty fitim ka, por në fund ditës ajo që duhet theksuar në Shqipëri është që nuk ekziston tamam logjika e tregut në tregun e ndërtimeve, pra. Kjo është e vërtetë, sepse kemi raporte të institucione ndërkombëtare, kemi raporte gazetareske që na thonë se në Shqipëri
pastrohen parat krimit organizuar nëpërmjet sektorit ndërtimit. Nga ana tjetër, ndërtohen kulla kudo, në vende ku ty nuk ta pret mendja, ngjitur me shkollat. Po ndërtohet ngjitur me shkollën Emin Duraku, ndërtohet ngjitur me shkollën një kull tjetër, ngjitur me shkollën Një Maj. Pra tashmë kur mbaron hapësira, ti do duhet ta krijosh hapësirën. Pra do krijosh hapësirën duke zënë ato vende që konsiderohen të pazëshme. Diku një oborr shkolle, diku muri një ndërtese, diku do prishish një shtëpi të vjetër, do fillojnë të rënojnë pallatet e vjetra të kohës socializmit. 3 kaçe, 4 kaçe, pastaj 5 kaçe, duke u dhënë banorëve vetëm një apartament në këmbim dhe duke mos i konsideruar pronar të truallit poshtë, që të marrin më shumë në vlerë monetare ose në natyrë. Pra, do të krijohet hapësira me do e mos për të ndërtuar pa pas as edhe një lloj funksioni ekonomik për të bërë të mundur thjesht pastrime parave. Ne i shohim kullat, ato që janë mbaruar. Shiko sa pak prej tyre janë të ndriçuara. Kaloi një ditë nga stadiumi Air Albania. Ka një hotel kull aty të ngjitur, po numërove më shumë se 5-6 drita të ndezura në hotel. Atëherë, çfarë bëhet? Për nuk është se ka një funksion ekonomik, për nuk është se këtu po bëhet nami me jetë ekonomike aktive ku vinë firma financiare, industriale, ku diun çfarë, për të operuar në Shqipëri. Jo, thjesht janë mënyra të pastrimit paras. Argumenti që ka përmendur shpesh edhe Dirama, po para ti edhe Erion Veliaj kur ishte kryetar bashkie i Tiranës, është që ju duhet të jeni të lumtur sepse vlera e shtëpisë tuaj, apartamentit tuaj tashmë është rritur. Dhe në fakt ky është një debat që është shtruar edhe në Evropë ose në botë, domethënë fakti që çfarë shkakton rritja e apartamenteve ose sektorit imobiliar në botë. Pra, kur ke një pabarazi të madhe ekonomike, si thua, fakti që rritet çmimi i apartamenteve nuk kupton që praktikisht ata që kanë pushtetin e paras investojnë në asete që quhen pra. Jo, kryesisht apartamente le të themi. Dhe kjo bën që të rritet çmimi. Ama për dikë që jeton në apartament dhe nuk e ka thjesht për të bërë biznes me të, detyrimisht që në qoftë se familja që jeton në apartament zgjedh që ta shes apartamentin, fiton disa të ardhura shtesë dhe le të themi mund i shpenzoj për të le të themi moshën e pensionit. Po problemi është që brezi pasardhës, fëmijët e tyre, si më thënë, e kanë praktikisht të pamundur të blejnë një shtëpi në atë zonë që po, le të themi, i rriten çmimet në mënyrë stratosferike. Dhe është një mënyrë për t'i përjashtuar klasën e mesme, le të themi, nga qendrat urbane me çmime stratosferike. Shko, shtëpia nuk është mall i thjesht. Shtëpia është habitat, siç është habitati për kafshën, që po e nxorë jashtë habitatit vet vdes. Qoftë njeriu nuk është në shtëpinë e vet, tani jo detyrimisht vdes, por ka një jetë. Më fal të ndërpresh. Është si të thuash që rritet çmimi i ujit. Tani, ai që e pi ujin thjesht për të mbijetuar është një gjë, kurse ai që ka monopol ujin dhe bën tregtime të përfiton sigurisht, por ne të gjithë që e pim e konsumojmë. Po them pra që njeriu shtëpinë e ka habitat edhe më shumë se habitat. E ka vendi ku ka projektuar veten, nga dekorimi i mureve te libra tek orenditë dhe gjithçka tjetër. Njerëzit e shesin shtëpinë kur kanë një shtëpi vetëm kanë një hall të madh. Vetëm kanë një hall të madh, rast smundje ose rast emigrimi. Ose emigrim, po. Apo jo, nuk ka njeri që shet shtëpinë vet për biznes. Sepse edhe po e shitë shtëpinë që ke, shtëpinë tjetër ju ta blesh prap shtrenjtë do jetë. Pa nuk biles, shtëpia tjetër duke u rritur çmimet muaj pas muaj, i bie që ta blesh më shtrenjtë se po ti edhe e ti në cilësi të njëjtin vend, ta blesh më shtrenjtë se një vend tjetër me cilësi më të ulët. Pikërisht. Pra, njeriu që ka një shtëpi që është shumica dërmuese e popullsisë, rritja e çmimit shtëpi nuk do thotë asgjë. Përkundër lajmi i keq, sepse fëmijët e tij nuk do kenë mundësinë të blejnë shtëpi nesër. Sepse shtëpi nuk mund ndahet në 2 familje, pastaj në 4 familje, brez mbas brezi. Mund të jetë lajm i mirë për ata që kanë më shumë se një shtëpi, 2, 3, 5, 15, ata po, sepse ata e shohin shtëpinë si mall, sa më shumë shtëpi të kesh, aq më shumë shtëpia është mall. Mirë po, qytetarët në masë nuk janë as spekulant, as agent mobiliar, as bëjnë tregtime shtëpinë e tyre. Janë njerëz që duan të jetojnë përmes një pune dhe për këtë rritja e çmimit të shtëpisë nuk është lajm i mirë siç e shet Erion Veliaj dhe Edi Rama. Tani ato që po thoje ti pak më herët, mua më bëri përshtypje edhe diçka tjetër. Ti the që në një demokraci me rregulla nuk eksperimentohet, nuk bëhet batardi urbane, nuk transformohet qyteti sikur nuk ka histori, edhe nuk prishen parqe.
apo hapësira publike. Ama ka dy raste ku kjo gjë është bërë. Do po t'i marr. Një rast është bërë realisht, një rast tjetër ka ngelur tentativë. Rasti i parë Dubai, monarki feudale. Qyteti ndërtuar shkretir në hiç. Sigurisht, në momentin që qyteti ndërtohet shkretir, ti mund të bësh gjithçka. Se është eksperiment. Dikur ka pas qenë një batut për treguar gjëra utopike ose gjëra të dëmshme në parealizueshmërinë e tyre, thuaj të ndërtosh katedrale në shkretir. Se katedrale kuptohet të ketë një qytet vërdall. Mirë, këta kanë arritur të ndërtojnë një qytet shkretir me ndërtesa të larta. Tani ta trajtosh Tiranën si Dubai, e para, do ta mendosh veten si emira, çfarë ata Dubai, monarki feudale, e dyta ta konsiderosh Tiranën shkretir. Pra, një qytet që s'ka as histori, nuk ka as njerëz, po një qytet ku godinat u paraprin njerëzve dhe historisë. Në fakt Tirana është e kundërta. Është një qytet qindra vjeçar dhe ka qindra mijëra banor që kanë historinë e tyre këtu. Rasti i dytë, që është edhe më i rëndë, por nuk arrit të realizohej, ka qenë Berlini në kohën e Gjermanisë naziste. Adolf Hitleri ka ngarkuar Albert Speerin, arkitektin e Reichut III, që të shkatronte komplet Berlinin, ndërtonte një kryeqytet të ri të Reichut gjerman, do e quaj Germania. Germania do ishte kryeqendra e perandorisë naziste, që do shtrihej nga Uralet e tutje deri në gjithë Evropën. Edhe kjo Germania do ndërtohej mbi Berlinin aktual, do shkatroheshin sa e sa pallate, ndërtesa, shtëpi, rrugë, do ndërtoheshin godinat mëdha sipas modelit greko-romak, godina publike madhështore. Edhe një herë, është çmenduria e një nazisti si Adolf Hitleri. Pra Edi Rama është midis monarko-feudalëve të Dubait edhe Adolf Hitleri, këto janë modelet e tij. Ta trajtosh qytetin sikur s'ka histori, sikur nuk ka njerëz, janë vetëm idetë tua të krisura dhe interesat ekonomike financiare të atij vet, si politikan i korruptuar, i njerëzve rreth rrotulltit dhe i oligarkëve. Pra një ndërthurje e bëjmë leksin Dubai me çmenduri naziste. Ja ku e kemi. Nazisto Dubaisit tan që na qeverisin vendin. Edhe kanë edhe kështu plane afatgjata, do shkojmë në Bashkimin Evropian 2030, do bëhemi qendra e botës. Pe ke vënë Edi Ramës që do të bëhet protagonist në çdo mbledhje ndërkombëtare, ka qef të jetë më interesanti aty, ka qef të rreqi vëmendjen, bëhet gastor, bëj batuta, ti ketë gjithë shok, shkojnë ta përqafojnë këta të majmunoset mbas Trumpit. Me gjasa ja bën çik me sy apo i jep dorën, ose pyet ai njëri kush është ky çuri që tregon Barsaleta kështu, vetëm se Trumpi ka një problem, se Trumpi është vetë performues, themi kështu. Në takime ndërkombëtare është vështirë t'ja marrësh atij, ama gjithë të tjerët i ka bërë shok. Dhe ideja e fundit, me që jemi ideja e fundit diskutuam pak më herët, ky udhëheqës vizionar ka bërë një gjë shumë serioze, ka themeluar një shkollë. Shkollën e partisë vet, shkollën politike, ku intelektual të shquar si Edi Rama, Pandeli Majko, Niko Peleshi me shok, do t'u japin mësim deputetëve të keqshquar apo të pashquar, si ku diun Tërmet Peçi, Zengjineja, ku diun çan këta të tjerët. Deputete ri Blendi Gonxhe, ky ministri i brendshëm që prap se ka në mendje. Jo, është tragjikomike edhe për faktin se si thosh edhe vet ministri i arsimit, ju nuk e din nëse do japi mësim aty ose jo, me një fjalë është kemi denoncuar para shumë vitesh që ka plagjatur temën e vet të doktoraturës, edhe shumë kusht tjetër nga këta që mund konsiderohen si le të themi vizionarët e teorisë politike në Partinë Socialiste. Domethënë është katandizur Partia Socialiste, që ndoshta dikur kishte edhe mendje që njihnin realisht politikën si po të them ku diun ndoshta Servet Pollumbia, ndoshta edhe vet Fatosnano kishte një farë përgatitje politike, tani jep mësim pra Niko Peleshi me Manastir Lion. Dhe bukur është u jep mësim disave që e kanë lënë shkollën që në klasë parë. Gjysma e deputetëve të Partisë Socialiste u ka përshtypje s'kan bërë shkollë realisht që nga fillorja. Do rrin aty derzin se u duhet shumë shkolla mungesa, duhet luajtur me celularin, duke hedhur romuze me njëri tjetrin. Ama unë dua të marr tani një shembull pozitiv. Tjerët nuk e din, ti sigurisht e di, po do e them publikisht, se si një njeri që do të di më shumë, përpiqet të di më shumë dhe arrin të di më shumë. Shembullim të rastit ti, çfarë ke bërë ti, ta marrë vesh dhe publiku 10 vite më parë. Të nderuar teleshikues tanët,
shoku ynë dhe deputeti i Lëvizjes Bashkë, Kreti Muqja, sot kohë pedagog i ri i Fakultetit Gjergji Minieras, shpenzonte një pjesë kosti, ndiqte leksionet në Fakultetin e Shkencave Sociale. Pra nga kurioziteti për të ditur më shumë, vinte në leksionet e shumë pedagogëve të shkencës politike edhe shkencave sociale në përgjithësi, me libër, me fletore për të ditur më shumë. Kjo është mënyra se si një njeri që do të di, shkon e di. Pra, thua, do ndjek një kurs universitar. Pra, nëse ç'të themun, Tërmet Peqi apo Zëngjineja e Fierit duan vërtet të dinë më shumë politikisht, gjen emrin një kursi që thot, ku diun, hyrje në Bashkimin Evropian, e jep Universiteti i Tiranës apo universitet privat, shkon regjistrohesh aty si dëgjues edhe mëson. Kështu mësohet kur nuk je aty profesioni. Pra je inxhinier, je arkitekt, je ku diun, agronom, je ekonomist, të duhen njohuri nga një fushë tjetër, shkon dhe ndjek leksione, siç bëhet në vende të tjera të botës. Kam pas një përvojë shumë shkurtër në SBA, ndiqja ca leksione një vit në vitin 2005 si pedagog i ri për të fituar përvojë dhe më bënte shumë përshtypje që në auditor rreshti i parë ishte plot me njerëz të moshuar. Që vinin ndiqnin leksionet e filan profesori, shkencës politike ose të historisë. Studentët ishin më pas, pra 10-15 ishin popull, njerëz që kishin kuriozitet, që s'kishin pas mundësi të arsimojnë, s'kishin ndjekur dot degën e tyre, në pension, shkonin dhe ndiqnin leksionet. Ky është modeli i njerëzve që duan të dinë vërtet. Këta mjeshtra tanë, sigurisht nuk kanë kohë, se edhe të vjetësh të mësosh të bëhet. Doja kaloj mirë me ta në kuvend, kështu që dojen të përgatitem. Shumë si ti, megjithëse s'ta kam zilin fare punën. Mirë. Unë them ta lëm, se si thotë edhe Ylli Rakipi çka kishim për të thënë e tham. Kështu që ne prapë do ta vazhdojmë këtë podcast gjatë gjithë verës. Ndoshta në një javë edhe mund të mungojmë. Por do mundohemi edhe analiza politike me njëri tjetrin, edhe të kemi të ftuar intelektual, studiues të fushave ndryshe në mënyrë që t'japim një model tjetër se si komunikohet me publikun. Jo vetëm si parti politike, po edhe si një lloj, le ta quajmë kështu, media artizanale, siç mund të jetë podcasti. Mirë pra, Shifem mirë. Faleminderit Redi, faleminderit dhe ju që na ndoqët.